Retorikës politike duket sikur përgjegjësia ligjore mbi dekretin prezidentit në Tiranë mbi një person që është Bajram Bega, i cili ka hedhur firmën në dekretin e tij. A keni ju sot një thirrje për kreun e shtetit, se cilat duhet jenë hapat e tij, pasi zoti Bega e ka edhe mbrojtur dhe arsyetuar vendimin e tij, doli në emisione televizive dhe çfarë duhet bëjë Bega? Do shkojmë deri në fund kërkesës për shkarkimin? Ne kemi paraqitur kërkesën për impeachment. Zoti Begaj është i padenj. I padenj jo për postën e presidentit, por zoti Begaj me dosjet që i rëndojnë është sklav i veprave të tij, i akteve të tij kriminale në plaçkitjen e pronave të ushtrisë me Edi Ramën. Prandaj dhe ai i lejoi vetes të firmos një vendim që kur nuk mund ta firmoste. Sepse çfarë po ndodh në këtë mes, ju e shihni. Është një betejë për jetë e vdekje e Edi Ramës, është frika dhe tmerri i Edi Ramës nga Erion Veliaj. Pse ka Edi Rama frikë dhe tmerr Erion Veliaj? Ja u them unë ju. Sepse Erion Veliaj din më shumë se çdo shqiptar tjetër për Edi Ramën. Po s'e kam plan të flasë. Urdo? S'e kam plan të flasë. Ato nuk i dim. Ato ti e thua, por Rama nuk e beson. Ju e besoni? Jo, ja një minutë. Pyete a e beson këtë apo jo? Shko bëni një pyetje, bëni një pyetje më shkrim. A e beson që Erion Veliaj s'do flas? Pastaj unë nuk u them ju, meqense unë prisja të më thoni ju për ca gjëra tjera të nëndheshme, po unë nuk ja u them. Zoti Berisha do të bëjë një pyetje për